Përshëndetje njerëz, jena rikëthy me podcastin e radhës, Lamba Alaudinit. Sot, mesafiri jonë i radhës është një kompozitor, një ndër kompozitorët më të mirë këto në Maqedoni, i cili ka një karrierë të mrekullueshme dhe organizime të hatashme, me thonë. E kush tjetër përpos Fatos Lumanit, kompozitor i muzikës klasike. Fatos, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Si po ndihesh? Mirë. Mira. A ku ka maran këtu apo para studios tonë? Jo, edhe këtu ndjem rehat si në studio. Apo? Po. Kurse para se me fillu emisionit të me shfryzoj rastin, mi falenderu shumë sponsorat e tonë që e mundësoj këtë emision, duke fillu prej Ledicomit, një botën veti për smartphone-a. Organico, një dyqan, bio, që çka do të shihni në vojitët për shëndetin e juve, muni me gjetë aty. Airgross, supermarketi më i mirë në qytet. Capital Exchange, për ndrimin e kriptovalutave t'juve e keni opcionin më të mirë. Kebis Döner, döneri që nëse e provoni një herë, shija e dönerit tankon do t'ju ngel në kokë. Fit Family Center, zgjidhje për çdo dhimbje t'juve, çka do t'ju mundon. E për në fund, KFC, pa dyshim që pula ma e mirë në qytet. Me qëra fjallat të studio, pa hite të këto pyetje që i kam shkruajt me këtu, e ke bo studion. Po. Edhe tash ke nis, po menoj, do nisish me projekte, me kompozime, me artista. Si do e menaxhosh? A mundet pak të më kallëzosh që kem informata unë bashkë me shikust. Se do shta najkush ka qef me bo diçka edhe... Po fillimisht do e menaxhoj unë, po pastaj mund të menaxhohet nga një dikush i afërt i imi, pasi që unë mendoj që të fokusohem më tepër te ajo pjesa e kompozimit, pjesa e produksionit, dhe të kemi një menaxher i cili të merret specialisht në mënyrë speciale me promovimin, me datat, me kretë gjëra tjera. Me menaxhimin e studios. Me menaxhimin e studios. Po. Se edhe kur mundosh ti bësh kreta, atëherë zakonisht. Bet pa përgjë. E a ki vendos kështu si do e klasifikosh studion, ose çka në bazë të çkajt ki mu fokusu më shumë në prodhimtari, apo shibe, do mundosh ti jesh i përfshim në gjitha sfera. Po mënoj të muzikës. Paka shumë një gjë do jetë domethënë që çfarë do që t'jetë kualitative dhe mos jetë, si thom, mos promovohet diçka që shkatron shoqërin. Me fjalë se kemi shumë tekste. Shumë e mirë kjo. Kjo ke 50 që pikade, domethënë pas ke studion të filtruar në atë aspekt. Po. Për shembull, nëse vjen ndonjë artist, fillimisht dua ta ndëgjoj tekstin. Du ta shoh edhe arsyen, du ta shoh pse, si ndoshta dikush thotë po ti ke më mbet pa punë. As pak, domethënë në radh parë çivet kualiteti dhe qëllimi pse bëhet një punë. Unë mendoj kështu. Domethënë këto do jenë parimet kryesore. Sa për temat që do jenë në studio, ato janë të gjitha zhanret, domethënë nga muzika e filmit, këtë zhanret e mundshme që mund prodhohen, muzika popullore, muzika klasike, muzik pop, po edhe hip hop, për çdo gjë. Domethënë gjithashtu do jetë e hapur edhe për artistët e rinj, të cilët janë producentë të rinj, por nuk kanë një studio të mirë për ta nxjerr produktin e tyre final. Pra do jetë studio produksioni, studio miksimi, masterimi, pra totalisht edhe incizimi, totalisht çdo gjë mund bëhet e studio. Me që tash ne jena shqiptarit edhe s'mujmi me ndryshu këtë vëti, dojna mi ditë gjonat edhe sa t'ka kushtu studio. Shive, muzikantët e din. Po për publikun. Muzikantët e din, po është 3 shifrore me euro. Jo 3 shifrore, 6 shifrore me euro. Po e rëndësishme është njeriu i cili i punon ato. Jo që ne sem, po tash e di, thash shqiptarin edhe i bëjmë matematikat.
domethënë gjithçka, domethënë është një punë 16 vjeçare. Edhe unë nuk jam nis, domethënë edhe pse fitimi është pjesë e studios, është një ndër pjesët kryesore të studios, po mbi të gjitha unë jam nis që të kem një punë një vend ku unë të mund të rri qet dhe të mund të kompozoj ose të bëj produksion. Ose shqip, shkort, atë punën që du me e bo. Po atë punën që du me e bo. Kurse puna e fitimit është punë sekondare. E rëndësishme është që ajo që të dale prej studios të jetë kualitet. Dhe unë mendoj që brenda 2 vjet ose 3 vjetësh, neve me ato mjete që i kemi, me ato instrumente që i kemi, me atë kualitet që i kemi në studio, besoj për 2-3 vjet ne do arrim nivel të jashtëm produksioneve, jo produksioneve kombëtare, por nivel të jashtëm plas. E qartë. Si nga zëri, si nga kompozimi i këngës, si nga të gjitha gjërat. Kthehemi pak tash te ti. Kur e kuptove se muzika do të ishte rruga jote në jetë? Prej vogël kam dashur instrumentet elektronike. Domethënë ku shkoja në ndaj shtëpi dhe kishin ndaj sintetizator, shkoja ta çeli. Dhe një ditë diku isha 5 vjet apo 6 vjet, gjeta një fizarmonik në një kant bërlloqesh. Edhe mora atë e qoha në shtëpi. Jo dhe e mbajsh, jo s'de e mbajsh. Edhe e kam pas deri para 15-20 vjetësh atë fizarmonikën. Edhe pa ishte si një lloj shenje. Po edhe si i vogël kemi pas një gitar, cila ka pas 2 tela, e non stop po mundohesha me ato 2 tela me po diçka. Realisht momentin kur vendosa të shkoj në muzikë ishte diku fillimi i klasës të 8. Edhe priteshte që ka mungesë kuadri për muzikë në qytetin e Strugës, nuk kisha një lloj vizioni se për më lart, thjesht një profesor i muzikës të mund të udhëheqë në një orkestër qyteti etj, po jeta ka spot çojke. Fotos ju keni qenë edhe profesor i muzikës. Po, unë jam ende profesor në Universitetin e Tetovës. Kam qenë profesor edhe në Universitetin e Tiranës 2 vjet, ku kam edhe diplomuar, kam bërë masterin aty. Kam dhënë në shkollë fillore, kam dhënë në shkollë të mesme, domethënë paga shumë i di kret nivelet e arsimit në Maqedoni. Kam dhënë në të gjitha ashtu. Vetëm orë private s'kam mbajtë ende dhe nuk besoj se do mbaj ndonjëherë. Pse? Apo nuk ishe Po arsye? Ne në universitet kemi orë plotësuese. Domethënë konsultimesh të cilët domethënë studentët mund ta shfrytëzojnë si orë private në mënyrë individuale. Deri tash s'ka pas të interesuar, bëj shaka. Po ajo është ora të cilën ne mund bëjmë orë private, por pa pagesë, kuptohet. Një pyetje kështu që më ka interesuar gjithë. Zoni, a është dhëllti apo me training mund të vish te një sukses që me ditë me knu se cili prej neve me thonë. Tash, pa kupton që kam të dosh me thonë. Zani është dhunti, dhe kuptohet me training mund të arrish deri diku. Por një dikush i cili e ka dhunti, domethënë është i lindur për krijuesit, e ka kriju Zoti për atë punë, ai domethënë normal me punë mund të arrijë shumë më tepër se ai që nuk e ka dhunti. Dësha me ditë për shembull, a ekziston edhe në muzikë kjo shprehje, puna e fuqishme e fiton talentin. Edhin si është, në muzikë po edhe në arte, përgjithësi dy janë tragjedit, thoj za të qojmë. Është e një talenti i cili nuk ushtron, dhe një jo talenti i cili ushtron shumë. Domethënë të dyja janë njëjtë diçka të dyja janë tazam tragjike. Se një talent i cili nuk ushtron pas një kohe fillon me ato shprehit e këqija ta dëmtojë talentin e vet, qoftë zane, nëse pin cigare ose ku e di. Ndoshta e ndihmon cigare, në varë prej zarit. Po duke mos ushtruar edhin krijohen domethënë se çdo gjë që na është dhënë nuk do të thotë që ta marrim si të mirëfillt edhe domethënë ta shpërdorojmë. Që do e ke gjithmonë.
Po, thjesht e din Duhet duhet me me ditë me rujt, me trajnu. po absolutisht. Dhe e dyta ajo njerëz të cilët nuk e kanë dhunti, po me zort ushtrojnë, kam pas raste të tilla. Nga 6 orë, 8 orë, 9 orë dhe në fund ka dalë me një sukses mesatar ose nën mesatar. Domethënë ajo puna që ka bërë është nuk pagohet, Nuk ka dhënë frite. nuk ka dhënë fryte dhe zakonisht dhe kemi njerëz të tillë që zakonisht të janë frustruar. Dhe është ajo kompleksi Salierit, që në qoftë e keni pa atë filmin Amadeus, që Salieri kërkonte taketa talentin e Mozartit dhe në fund po e pengesë për Mozartin. Sidoqoftë nuk është një film i bazuar mbi historik të vërtet, po është një film i bazuar mbi komplekse të vërteta që mund t'i kenë artistët. Nuk flas për muzikantët, po artistët përgjithësi. Domethënë për aktorët, për piktorët, për njerëz të cilët merren me kompozim. Se krijim s'është po kompozim, është marrësh gjërat dhe ti bashkojsh. Fatos, ne dim që ti je një, mos tham adhurues i filmit, po e dim që i dashuron shumë filmat. A është kjo që ndoshta ki pas qef ndoshta edhe më konë edhe si aktor i filmit, apo Kam dash natyra i do filmat? Nga natyra i du filmat, për shembull nga 90-tat ose 80-tat, shumicën e filmave të cilët kanë qenë hit i kam pa edhe filma artistik, kam pa filma të ndryshëm, domethënë blockbuster që janë, filma serik të Hollywoodit, edhe është zhanri modern i kohës, domethënë si ta zëm opera që ka qenë zhanri modern i kohës i fundit të shekullit 19, i shekullit 19-18, fillim të shekullit 20, tash zhanri kryesor artistik, i cili përmbledh muzikën, përmbledh fotografinë, përmbledh aktrimin, është një konglomerat të quajmë i shumë arteve, është filmi. Dhe domosdoshmërisht ne jetojmë në kohën kur jetojmë edhe duhet marrësh atë shijen e kohës, shohësh nga të qonë, cila është estetika e kohës, cila është estetika e kohës. E qartë. Na e dim që e ke bo operën në Skënderbeut, po të para se me hita shumë, qëtu kam pak një munges të informacionit. Unë e kam këtu librin tanë, Po. Ashk Nebi. Po. Tash, unë këtë libër realisht nuk e kuptoj. Se këtu janë vetëm notat muzikore. E unë me muzikën jo që nuk ndëgjoj, jam dëgjues, kam qef, bile kam qef edhe me bo muzikë, po s'di me kënu. E për atë arsye, unë nuk i kuptoj këto nota. Tash, ki libër i oti, kjo Ashk Nebi, Po. a u ka botu Po. para Skënderbeut, a pas Skënderbeut? Para Skënderbeut Dhe më thonë, kjo është e para. po kjo është e para. Okej, atëherës po fillojmë pite Ashk Nebi, Skënderbeun dhe lomën ato. Okej. Unë këtu e shoh që e ki bo një ajet të Kuranit. Po. Edhe më la për shtypje shumë se është një ajet që realisht është motivues. Po. Thotë kështu, ne të dërguam ty vetëm si mëshirë për të gjithë krijesat. Po. Edhe emri i librit Ashk Nebi. Është është muzikë e dedikuar për profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e krijuesit qoftë mbi të. Janë një sër pjesësh, të cilat disa janë të shkëputura nga Mevluti, kemi një lloj përpunimi ilahish, diçka e kemi nga diçka, por një pjesë e madhe e kemi edhe nga autori i tekstit që është Artan Arslani. Dhe ishte një dedikim që deshim ne t'i bëjmë për profetin Muhammed, paqja dhe mëshira qoftë mbi të. Nuk patëm aq shumë kohë, domethënë për t'ia dhënë, si thon, hakun, po ne momentalisht jemi duke punuar në versionin e dytë të kësaj. Kësaj? Po, që do jetë një libër pak më i trashpese. Dhe jenë disa ilahie, dhe jetë një përmbledhje e madhe ilahiesh, të cilët do të jenë
shkruara për kor, solist dhe orkestër simfonike. Dhe mendojmë brenda 2-3 vjetësh, shpresojmë, që të mundemi domethënë ta vëmë në skenë. Kjo është me atë që du të merrem unë sa i përket më muzikës klasike, sepse kam shkruar koncert për orkestër, kam shkruar koncert për piano orkestër, kantat, opera, tash du të merrem të dedikohem këtij lloj zhanri, sepse e shoh se mungon te shqiptarët. Domethënë ne kemi koncerte për violinë orkestër, për piano orkestër, simfoni kemi plot, kemi mesha, domethënë çuditërisht plot. Po sa i përket zhanrit të ilahijeve të përpunuara për orkestër, aty s'kemi. Dhe unë tash shpresoj, domethënë që të nisim, domethënë të përpunojmë. Të qoftë edhe ilahije të vjetra, të cilët janë kënduar, po qoftë edhe ilahije të reja, po edhe vepra të cilët do i kompozojmë në të ardhmen. Tekste ndryshme. Unë nuk kom mujt këtë projektin e Ashk Nebi me ndëgju, po e kom dëgju një piktinve, edhe që më kalon shumë për shtypje edhe nuk e kisha mendu kur që murët një qasi verzioni mu bo realisht me ilahije, Allahu me sali ala që e kini bo. Dhe më thonë, ajo është e preferu nga emi edhe më stama ma gati se çdo ditë mora në herën kërë me lëshu edhe me ngu se shumë pëlqen. Edhe nuk dyshoj që ndoshta që po vjen edhe pjesa e dytë, ndoshta keni me bo edhe ndaj sen më atraktive, më interesant. Po, shpresoj. Okej. Inshallah. Librin e lo këtu. Tash kthehemi te Skënderbeu. Çka të frymëzoj me bo Skënderbeun? Pak a shumë Skënderbeu nuk është bazuar mbi ngjarje të sakta historike. Autori i tekstit, domethënë ka marrë pjesë nga dramaturgjia botërore, qoftë nga opera, qoftë nga veprat artistike letrare, sepse doktoratën e ka pas Skënderbeu në veprimtarinë botërore, domethënë si figurë. Dhe kemi bën një lloj teksti. Po qëllimi nuk është domethënë ne të merremi me historikun e Skënderbeu, po thjesht Skënderbeun e kemi marrë si një arkeotip. Domethënë të një njeriu i cili domethënë ik nga ajo comfort zona, ku i ka kretë të mirat në një vend të huaj dhe si punë e Salmonit i cili shkon në të kundërtën e rrjedhës së lumbit vetëm për të sakrifiku veten, për të dhënë, domethënë gjeneratat e reja, dhe ky domethënë vjen në vendlinjen e vet për të dhënë një lloj kontributi. Dhe qëllimi është pak a shumë kjo opera, si thon, jo akuzon, po është një lloj omazhi për të rinjt që ikin. Zarem edhe fundi i operës, se nga fillimi deri në fund kemi një metamorfozë të personazhit kryesor. Zarem edhe fundi i operës e pat mesazhin kryesor të kësaj operës, pse është bërë kjo operë dhe cili ka qenë qëllimi i krijimit të kësaj opere, ku mbaron që kush largon bit nga votra, mallku qoftë nga i madhe i Zot. Kush largoi në fillim dhe pastaj kush më largon. Domethënë merret me të kalumen, po merret edhe me të tashmen. Ne kena shumë faktorë që i kanë largu bitet ton, po edhe kjo s'po himnë në ato. Kjo është me një fjalë një dis. Për gjithë ato. Po, me një fjalë është një thirrje ndërgjegjes, sepse edhe në qoftë se tash rrethanat ua bëjnë që t'i kalojnë me sukses, domethënë këto sprovat, si thon, të kalojnë përsëri në një ditë duhet të hapish llogari për që ke bë, domethënë largimin e gjeneratave. Se shive, unë vi nga Struga dhe unë nuk e di si është Shkupi, po Struga është vendi më i prekur nga mërgimi. Për shembull, nga ajo pjesa juve është nga klasa jon tash zam 24 veta që kemi qenë klasë, ne jemi në Strugë janë gjithsej 2 ose 3 veta. Mund ka rasti me i pas struganca vet, kom jetu pak në Amerikë,
jo 6 muaj. Edhe në atë vend ku kam qenë, domethënë ka pas një qendër e krijuar pi struganëve. Po. Edhe aty u mbledhshin, aty e kishin kriju si një xhami, aty u falshin, bile ka pas edhe një klub vallëzimi ku fëmijët i çoheshin aty për më mësu vallet tradicionale, ku ta jep këtë një farfryme që hala nuk ka hub gjithçka, hala ka brum që me lulzu diçka. Realisht kjo shumë la për shtypje, sen i mirë, ama këto e kishin bo taj vend vetëm strugant. Edhe kuptova që ai vend sigur ishte i dominum për struganëve. Kishtë shumë strugan aty. Bo fjallë për New Jersey. New Jersey, po. Dajen e kam New Jersey. Po. Shive, të largojsh dika, ta zon flas për strugën nga një vend që Zoti ka bërë bukur. Do thënë ka liçen, ka lum, do thënë vetë kur ngrihesh i ke kret mirat dhe do thënë duhet të jetë një makt, një lloj padrejtësie sociale dhe një shtresë të madhe të popullsisë. Dhe unë nuk e di, do thënë kjo është thjesht edhin për ato njerëz që s'kan ndërgjegje, të paktën të mund të ndërgjegjësohen. Këtë ka dashur të bëhe opera Skënderbeu. Dhe ai Skënderbeu është ai mërgjimtari i cili do të thënë mund të kthehet në një ditë vetë kontribuove këtu. Për vendin e vet. Cila ka qenë sfida më e madhe gjatë kompozimit kësaj operës? A keni pas sfida? Koha, po. Sa kohë tu ka dashur me përgatit? Kur u thom njerëzve nuk e besojnë. Ka qenë një udhtim kështu i çuditshëm. Fillimisht u vendos se do bëhet një opera Skënderbeu dhe ishte një ministër Maqedonas i cili një farë lloj mënyre edhe i jepte edhe si jepte parat. Domethënë nuk them se nuk deshte të jape ose deshte të jape, nuk futem aty, po Skënderbeu ekzistonte si ide. Pastaj ne dhe unë fillova të merrem pak me studimin e operës, pasi që ne në Akademinë e Arteve jemi marrë me studimin e simfonisë, jemi marrë me studimin e koncertit, po jo aq shumë me studimin e operës, sepse pak a shumë ne si shqiptar nuk kemi edhe aq shumë opera. Do thënë kemi simfoni plot, kemi koncerte për orkestër dhe instrumente dhe jo opera. Dhe ishte një periudhë një vjeçare e gjysmë që unë u mora me studimin e operës, pa shkryt fundit asgjë. Dhe në një moment vjen një ministër shqiptar, Asaf Ademi. Dhe gazetarët non stop, ministri shqiptar, pse ku është opera, si është opera. Dhe e di ato momentet kur a mund ta bësh për 3 muaj operën? 3 muaj? Po. Disi e qumë diku për 6 muaj, 7 muaj. Kështu për realisht opera në mënyrë intenzive është kompozuar për 3, maksimum 4 muaj. Për ju që nuk e keni idenë rreth operës, domethënë kjo që e ka lyp ministri është një kohë që si me thon, një fëmijë pin një vjet a mundesh me bo 5. 5, me bo ma për 3 muaj, po s'bohet. Shive, në rregull ishte kjo. Neve ishim përballë një misioni. Okej, tash i kemi mjetet, i kemi kreta gjërat, tash i çfarë mbetet? Tash duhet këtë min për një vjet ta bësh 5 vjet për 3 muaj. Për 3 muaj. Zbohet. Po u bo, çe boshte me 500 probleme injeksione me krete. Dhe ndoshta u kriju edhe më mirë, sepse zakonisht sendet e mira nga një bëhen në stres të madh. Dita duhet të zgjasë më tepër se 12 orë. Nga dhe njerë 16 orë, 18 orë, ishin, do thëmë vetëm ushqesha dhe prap kthehesha te kompjuteri. Pata fati në atë periudhë që ndëgjova një opera bosnjake, e cila pak a shumë ma dha idenë se si duhet të jetë opera jonë. Njohta kompozitor bosnjak, tash është i ndjerë, është kompozitori më i mirë bosnjak, Asim Horozhić, i cili vdiq vitin e kaluar. Dhe ai më dha një farloj
një lloj koncepti, një lloj ideje nëpërmjet operave të tij se çfarë mund bëhet, edhe pse opera jonë është diçka tjetër, por se çfarë mund bëhet, çfarë mund guxohet Po. brenda artit, atë që duam të bëjmë ne. Dhe kjo më dha shumë shtys. Patëm disa biseda 3 ditore, 4 ditore, erdhi në struk, normal. Dhe brenda asaj kohës ne kishim gjithë ditën bisedë për muzikën, gjithë ditë bisedën për konceptet e operës, për orkestracionin e operës, arjet, libretot, do të thënë çdo gjë. Dhe kjo ndodhi diku korrik, a qershor, nuk e di. Dhe unë në shtator duheshte ta dorëzoj operën. Dhe kjo ishte ajo injekcioni kështu që më dha brenda atyre 3-4 ditëve dhe unë më e kisha të qartë çfarë duhet bëj. Unë nuk e kam pas problem të shkruaj shpejt. Normal, ajo kom shkatroj. Domethënë u shkova në peshë mbi 12 kg plus asaj periudhe. E më kujtohet kujtohet për shembull duhet fillimi i veprës. Se ke fillimin e veprës. Pas 2 ditësh ja çonja. 4 minuta. Kemi këtu koreografin, ku është muzika? Të nesër me një çaj. Dhe domethënë ishte një lloj grup që në fund shqyr Zotit, domethënë doli me sukses. A mundemi me thonë që opera Skënderbeu është një ndër operat më të mira këtu në Maqedoni? Tashi mbas asaj kishte 12 minuta aplauz mbas premierës të operës. Jo një ndër, por më e mira. S'u e thom unë. Dhe nuk më takon. Dhe kishte 12 minuta aplauz. Qëlloi mbas asaj të jetë korona. Dhe nuk u vënë më në skenë. Nuk e di pse nuk u vënë në skenë. Ndoshta fundi ishte pak problematik për politikën. Momentalisht nuk kemi as nga opera e Shqipërisë, as nga opera e Kosovës në një ftesë për ta vënë atje në skenë. Po fundi nuk di ndrohet asaj opere. Ashtu duhet të jetë. A ka ndonjë pjesë të operës që e konsideron më të veçantë dhe emocionuese? Unë e di cila, po venoj për mu, po pjesë e mendimin tanë. Pjesë e operës është katarsa. Do të thënë ëndra e fundit dhe katarsa, ëndra e Skënderbeut. Ëndra e Skënderbeut dhe ajo Ninulla e cila është në sfond. Për çka flitet? Aty tregon dashurinë e nanës. Do të thënë dashurinë e nanës, ndjenjën e pastër të nanës, me një melodi e cila kontraston totalisht me aktin e parë. Do të thënë nëse në aktin e parë kemi kontrapun, kemi harmoni, kemi orkestracion, aty kemi vetëm një zë, maksimum 2 zëra, të cilët kontrastojnë, po janë aq të sinqerta sa shumë vetat publikës kanë thënë në atë moment me muzikë kemi mund të çajmë. Dhe kur më thot dikush se përpaksa s'kam qarë, do të thënë dhe të arrish me një zhanër siç është opera të kalosh publikun, ta çojsh publikun në atë gjendje, të tillë është për mua, personalisht është një sukses që me një zhanër të huaj për një publik të mund ta lidhish emocionalisht në atë mënyrë të tillë. Unë këtu e po mbu një pyetje, po të vetë se u përgjigje Parzit, si ka qenë reagimi publikës për operën, po thave që 12 minuta aplauz, pa ndalë keni pas. Tash një pyetje tjetër e kam, edhe seriozisht kisha pas shef me ditë mendimin tanë. A mendon se opera mundet të ndikoje në rritjen e interesit të shqiptarët për historinë e tyre? Kjo opera nuk është domosdoshmërisht e bazuar mbi domethënë mbi histori të saktë, sepse ne nuk bëjmë dokumentare, as nuk bëjmë, nëse dikush don ta dije historinë e Skënderbeut, janë arkivat e Vatikanit, po edhe arkivat e Stambollit, të cilët shko mbyllu atje dhe shif se çfarë ka ndodhur. Janë bërë shumë libra për atë, disa janë libra kontrovers për shqiptarët, disa libra janë etj. Qëllimi i kësaj është për të marrë një arkeotip i cili braktis gjithçka për të ardhur të kontribuohet në një vend që ka nevojë për ta. Po, ama unë pyetjen e kisha kështu në përgjithësi.
Nuk e di, nuk ka qenë qëllimi jon, domethënë të merremi me historinë ose të ndjellim. Qëllimi jon ka qenë mes tjera, domethënë të sensibilizojmë çështjen e margimit të shqiptarëve në mënyrë masive. Dhe e dyta është që një farë mënyre përveç se operës Skënderbeut, mund të shkojnë ta shohin edhe operën e Puccinit, Verdit, Mozartit, domethënë që pjesa jonë shqiptare të mësohet që të shkohet në opera dhe të shijoj një lloj arti i cili është bërë me shumë mjeshtri shekuj më parë. Dhe ndoshta në të ardhmen ne kemi edhe kompozitor, interpret, po qoftë edhe dirigjent ose regjisor, opera të cilët do të jenë më të shumtë, po edhe më kualitativ, pse jo. Pse masa, çfarë mendimi ke për këtë pjesë me thot njerëzve të caktuar që kur bëhet fjalë për muzikë operë, si japin shumë vlerë dhe na pse kjo muzikë është veç ashtu, që realisht për mendimin tim është muzika më e rëndë për të interpretu. Që së ne bën gjithkush. Tash mu më marrën me nxjerr që aty me kënu ndoshta kënoj diçka, ide e rockin ndoshta naj takt pa hiri. Ama me mështi operë me kënu në realisht smuj me kënu. Diçka tjetër lipët aty. Shive bel canto, vetë ju në kupton të këndojsh bukur. Është teknika e bel cantos, është teknika e orkestracionit, teknika e kompozimit, janë gjëra të shumta që janë pjesë e operës dhe është një art i cili përfshin shumë gjëra, aktrimin, këndimin, skenografin, orkestrën, dirigjentin, domethënë shumë gjëra, tekstshkruesin, mbi të gjitha kompozitorin. Domethënë është një art i cili kërkon përkushtim. Realisht kërkon shumë përkushtim. Për të ardhur deri te ajo pikë që neve ta shijojmë si art, neve na duhet një edukim. Jo të atij artit, por të arteve në përgjithësi. Shumë e qartë, shumë muhabet që nuk duhet më vazhdu më nga tonë. Dhe më thonë, duhet me kriju një bazë, njerë që ta kuptojmë se kulmin e kena vënu mirë, se kena vënu mirë. Tash, një pyetje, jashtë operës. Ose apet dhe përfshi diçka më operën. A është ma letë me zonë peshqë? Apo me kënu operën? Unë se dia është më letë, po unë i sen të thomë është më mirë. është më kënaqësi. Për juve që se deni fatozi, për pas që është profesor i muzikës, që është kompozitor, është edhe një peshkatari hatashëm. Para emisionit tha kur për shkoj me peshku, javoni mas keqë, javoni s'muj me të garantu për ma shumë, ama një 2 kg javoni peshë që zo, pa problem. Për ma në tonë, qka del pluso, ama 2 kg sigur të keni. Në më thonë, ma kënaqësi, ja? Po është ajo thënja, një ditë e keqe në peshkim është më e mirë se një ditë e mirë në punë. Jo, pjesa e strugës, shumica dini peshkim, se keni edhe liçenin aty, po a mendon, a është që fakt që shkaku i liçenit pak tu ka rritë interesimi i peshkimit, apo varet, për shembull në gjeneratën time nuk njoh ndonjëri që merret me peshkim. Po. Baba im peshkonte nga pak, edhe prej ati merdi ajo dëshira për të peshkuar. Për ndryshe tregon një histori kur kemi qenë në Suedi si azilant, diku 1 vjet e gjysmë, 2 vjeta. Ne e hodhëm, tha, e hodhe atë grepin, tha, edhe qite një peshk, tha, 2 kg. Thash si, po dha e qite 2 kg, tha, u çuditën kret. Po thash, a shumë peshk pas ka pas aty. Shkoj në Suedi, thash. Edhe du të thom, ai e ka dash peshkimin, baba im. Edhe pre asaj, edhe mua se nuk ka, kur ta kapish peshkun e parë, domethënë edhe mbas asaj si mos peshkojsh nuk e di. Është një dëshirë që vetëm rritet, se ka të bëjë pak edhe me misterin, se kur e hedh grepin, çfarë peshku do kapish, a do hahet sot, a do jeti madh, do jeti vogël, a do bëhet luftë të bukur, domethënë janë shumë gjëra.
E vetmja gjë që i afrohet, do shta është, disa thonë është edhe më e mirë, për mua nuk dua ta provoj, është gjuetia. Do thonë janë dy të cilat janë pak e pasione. Edhe unë jam kundër gjuetisë. Realisht kam qef shumë e gjujt, po jo në kafshë. As njeri. Po. Jo, Mi vënu shishet aty edhe mi rok. Me shënjestër kam qef. Shive, gjuetia në vende ku ruan gjallësat, për shembull në Kanada ose në vende domethënë ku janë ashtu, dhe ka me shumicë të zombile nga ndonjëherë kanë shtuar ujq që t'i kontrollojnë drerat. Në ato raste për mua nuk është ndonjë problem, është një si peshkimi, po në raste për shembull siç kemi në liçenin e Ohrit, që trofta e liçenit të Ohrit, korani dhe belushka janë dy lloje të ndryshme, janë afër fundit të ekzistencës të vet. Në ato raste unë nuk e shoh si diçka të mirë të peshkohen ato lloj peshku, bile unë kisha diçka në dorë dhe i kisha lënë 20 vjet se kisha prek. Ai peshk derisa të vije në nivelin e vet, se është gati në zhdukjen e vet. Të qartë, tash me që jena ka fundi emisionit, a do ketë projekte të reja ku do vim të ngojmë pak diçka interesante nga Fatos Lumani? Shpresoj dhe kemi projekte të reja, sidomos atë që e folëm e tham përpara. Do të thënë Ashnebi, po një version më të gjerë. Ashnebi versioni 2 më i gjerë. Më i gjerë. Dhe shpresoj brenda 2-3 vjetësh që kjo të përfundohet. Dhe kjo është dëshira ime vetme momentalisht. Do të thënë nëse kam një pasion për ta bërë diçka si duhet është kjo. E qartë, Fatos, unë të falenderoj shumë që ndajte kohën më ardh prej të tove në Shkup. Më kom pjesë e podcastit tem Lamba Laudinit. Ishte kënaqësi seriozisht për gjestin, po edhe një kompozitor i madh sikur ti me pas në studio është një kënaqësi e madhe për mua. Kënaqësia ishte gjithashtu imja, faleminderit për ftesën. Unë po ndihem si në shtëpi këtu. Faleminderit. Kurse juve që na ndjekët deri tash, faleminderit për durimin. Mos harroni me bëu like, subscribe këtë gjonat elementare të YouTube-it që i ka. Mos harroni me shkruajtë edhe një koment bukur nëse keni çka me komentu. Me episodin e radhës do shifemi javën tjetër, e deri atëherë mirëmbëjtje, kalofshi sa më bukur. Bye bye.